Të nderuar teleshikues, jemi këtu pranë kullës së Çunmullës, Bayraktarëve të Hotit, e cila së fundmi u inaugurua dhe u kthye në një institucion shumë të rëndësishëm kulturor në Muzeun Malësia e Madhe. Si lindi ideja e rieximit të kullës së Bayraktarëve të Hotit dhe kthimit të saj në muze? Po, duke parë që kulla e Bayraktarit të Hotit ishte komplet e degraduar si rezultat i mos ndërhyrjes nga shteti, i cili e përdori dhe sekustroi për gati 40 vjet dhe e shfryzoi në maksimum, por nuk i nguli një gosht, e la të degradohet komplet. Familja duke e parë në çfarë gjendje që ishte, në fakt kishte dy alternativa përballë nesh, ose t'i jepnim një jetë biznesit kullës, ose të krijojmë këtë formë që kemi sot. E gjithë familja u mblodh dhe vendosëm që kjo kullë ka shërbyer gjithmonë dispozicion të Malësisë për shekuj, do të them me radhë, dhe menduam që është më e mira të gjitha të mundshme që të kthehet akoma në një kullë të bashkimit për gjithë Malësinë. Pra u vendos unanimisht që kjo të kthehet në një muze, në një pikë referimit historik për gjithë Malësinë, për gjithë brezat e vjetër dhe të rinj. Si rezultat i kësaj, u vendos që të krijohet shoqata adhetare kulla e Bayraktarit të Hotit, e cila përgatiti komplet bazat ligjore për fillimin e rinovimit të kullës. U përgatitur para bazë ligjore, e thash një përsipër për lejet e ndërtimit, të rinovimit, të gjitha. Dhe pastaj ky komision vendosi që të kërkojnë ndihmë të gjithë Malësisë, të gjithë malësorëve, për të bërë mundur këtë objekt që kemi ne sot. Du të them që kjo provokoi një reagim të jashtëzakonshëm pozitiv të malësorët sidomos në dy anë të kufirit, por në Michigan, në New York, në Europë, në Kanada, gjithandej. Dhe kemi këtë shumë kolosale që u mlodh dhe përdorën këtë shtëpi, gati një shifër gati që afrohet $440,000. Pra çdo gjë që nga fillimi është bërë me tenderim të rregullt dhe në mes firmave ishte ajo Currit që fitoi tenderimin dhe deri më sot ajo ka ndjekur punimet në total. Du të sqaroj që çdo pagesë, çdo gjë është bërë në bazat me TVSH, duhet të them, me të gjitha gjërat kanë qenë të rregullta me 100%. Zoti Arjan, kush ishin ata që ju bën krah kësaj nisme dhe që dha një kontribut të çmuar për rieximin e kësaj kulle? Në fakt, në që nga fillimi i fushatës të grumbullimit të fondeve, e bëm të ditur që të gjithë mbështetësit, të gjithë kontribuesit, do të ishin të shkruar në hyrjen e kullës muze. Në fakt, të gjithë janë në një farë mënyrë aksioner kulturor, aksioner të dashkimisë tonë të pasur historike dhe etnografike të zonës dhe jo vetëm. Dhe siç e shihni, është e pamundur të marr një nga një për emrat, se janë gati afër 500 që kanë kontribuar për këtë vepër që shohim sot të kryer në Malësinë të Madhe, por përfitoj nga rasti të t'i falenderoj edhe një herë nga zemra të gjithë që nga e parë deri tek i fundit për kontributet e tyre dhe t'i siguroj sepse të gjitha janë përdorur ashtu siç e kanë bërë transparencën në New York dhe Michigan. E shifri mjaft mirë se transparenca është 100% me të gjitha shifrat në të gjitha parat që kanë nderdhur për këtë aksion kulturor. Në fakt, listës po ta shihni me vëmendje, ka edhe shumë anonim ose të huaj, bile që janë të gjithë të shkruar, pra transparenca është maksimale. Biles do ju sugjeroja kamerës tuaj, duke u lutur që të transmetoj të gjithë nga i pari deri tek i fundit listën emërore të gjithë kontribuesve në këtë kullë. Veç rekonstruksionit të kullës, cilat ishin sfidat e tjera me të cilat u përballet për t'i dhënë objektit karakter muzeal? Ne në fakt, kur e pam se rekonstruksioni i kullës po realizoi sipas të gjitha dëshirave dhe sipas të gjithë projektit
të realizuar nga arkitekti Zef Çuni. Sfida e dytë ishte konceptimi muzeal i saj. Përse them sfida e dytë? Sepse duhet të jemi koshient për ndërtimin e një muzeu kohor, ndryshe nga trashëgimia jonë muzeale në periudhën e komuniste. Pra, këtu si shihni ju vetë janë përmi 50 figura të malësisë së madhe dhe jo vetëm, të cilët janë vendosur në pantaunin e historisë së malësisë së madhe që përpara nuk e kanë patur këtë fat të jenë. Nuk duhet të quaj fat për tyre sepse ato kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë, por nuk kanë qenë kurrë të vendosur në një stad më të lartë për t'i parë. Pra, me këtë u punu me një grup profesorash, historianësh, të cilët duhet t'i falenderoj përzemërsisht, dhe arritëm që të krijojmë një kohë rekord mbase këtë muze historik, modest dhe quaj, sepse do pasurohet shumë më tepër me figura të tjera të ndritura, do pasurohet me ngjarje të tjera historike që kanë ndodhur në Malësinë e Madhe prej 5 shekujsh. Ne kemi vendosur disa, por ka ende shumë për të vendosur, dhe sigurisht që për të arritur qëllimit dhe që një muzeu historik të ngrihet në nivel, mendojmë si shoqat, por edhe si një grup intelektualësh që janë rreth shoqatës, që të krijojmë së shpejti një konferencë akademike në nivel shkencor, këtu të Kërkull, me të gjitha ngjarjet dhe historitë më të mëdha që ka pas historia të paktën 5 shekujt e fundit. Besoj se mikët e bazë në vendosin një bazë shkencore për të trajtuar historinë ashtu siç e meriton. Larg megalomanisë të madhe që është përhapur sot edhe ndjehet kudo nëpër rrjetet sociale, nëpër njerëz, për duke krijuar kult të individi që nuk meritohen. Në Malësia dhe asnjë nga herët e saj nuk ka luftuar vetëm. Malësia i ka bërë ballë sfidave e gjitha së bashku. Dhe kur ajo ka qenë e bashkuar, gjithmonë kanë arritur fitore të jashtëzakonshme. Pra, unë mendoj që du shkojmë det kësaj për të kryer një muze historik ku secili banor, secili malësor, ta gjej vetveten dhe kahinë e tij në këtë muze. Vetëm atëherë unë mendoj që ne kemi arritur qëllimit tonë për të pasqyruar atë histori që du ta dinë nga më i malli deri tek i vogli, një histori sa më afër së vërtetës, me dritë hijet e saj në kohën e vet. Vetëm me këtë formë dhe këtë bashkëpunim serioz, por ritheksoj në nivel akademik, mendoj që do të japim malësisë së madhe dhe jo vetëm një muze historik shumë afër së vërtetës, një muze historik të bazuar në fakte dhe prova, një muze historik ku secili nga ne ta gjej vetveten. Zoti Arjen Bayraktari, gjendemi në një kënd shumë të rëndësishëm të kësaj kulle të këtij muzeu. Mund të na thuash diçka specifike përderisa gjejmë edhe portretin e Axhës Fishtës prapa teje? Në fakt kjo kull ka pritur shumë miq. Ka pritur shumë krerë. Ka pritur shumë bayraktar. Ka pritur shumë personalitete të kohës, edhe nga marë Europa. Një ndër këto që ka nderuar këtë kull, edhe ndjehemi vërtet nderuar, është edhe Axhës Fishta. Në 1902, kur Hoti kishte ngel për shkaqe të ndryshme, pa një frat, deli Meta shkon dhe i kërkon arshipërfishtës së Shkodrës, me atë malësorshën e tij të vjetër, që na ka ngel gratë pa bekufnia, pa gëzu, të gjitha këto, dhe i kërkon të vi një frat. Interesant është fakti se kërkon të vi Axhës Fishta. Pra kjo tregon që ta kanë pasur një njohje sigurisht edhe përpara. Axhës Fishta kur vjen në Hot, duke marrë parasysh që qela ishte i djegur, edhe gjysa e kishës ishte po ashtu shumë e dëmtuar rënd, ndan kohën te Marashuci dhe te Deli Met Bayraktari. Në atë kohë te Met Delia, dhe jati Delis ka qenë akoma gjallë, dhe ndan kohën. Për kohën që ka qëndruar në këtë kull, kur ka shkruar disa këngë të Malësisë së Madhe, ka qëndruar pikërisht në këtë dhomë, në këtu ku jemi, me këto mobile që janë sot prezent, dhe prandaj ne kemi kushtuar dhe kemi krijuar edhe një herë këndin e tij, siç ka qenë më përpara. Pra ashtu, besoj që në atë kohë ka qenë portreti i tij, që është punuar nga Pashpërvasa, artisti i meritor, por në këtë pjesë, në këtë dhomë ka jetuar dhe ka punuar. Regjimi komunist në 1967, që mund ta quaj fatkeqësia më e madhe që ka ndodhur kulturës së kësaj shtëpie,
me 12 tetor 67 djeg rreth 12.000 libra të vjetër, por djeg në bashkë me to, në 2 rakat mëdha sipas kujtimeve të prindërit mi për xhallarëve që janë akoma gjallë, djeg një seri dokumentesh të shtëpisë dhe mes tyre edhe këngë të pa butume të atje shtëpisë, ndërshkrime. Pra janë djegur dokumenta me një vlerë të jashtëzakonshme historike, por që fatkeqësisht ishën vitin 67, mas ju po ishën kishat dhe xhamiat dhe histeria e madhe kolektive asaj kohe ishte kundra fretnëve, kundra bayraktarëve dhe nolli kjo katarhur shkencore të dashurisë sepse është një humbje e jashtëzakonshme. Sot jem krenar si pinjoll e kësaj familje që arrita të jap vendin e vet, arrita të krijoj edhe një herë këndin e atë gjeshpishtës, pra e shko sa ka kontribuar këtu. Është një nga figurat më të larta që e ka pandërzuar historinë e Malësisë, e ka vendosur në një stand të jashtëzakonshëm dhe pa të për rreth kësaj sot nuk e di se ku do ishim, sepse shumë fakte historike do ishin shtrembruar ose anashkaluar. Këtu shohim disa objekte shumë të vjetra, ndërtohet edhe kjo makinë shkrimi. Kjo makinë shkrimi ka ardhur në 1902 në shtëpi, është Oliveti, 1900. Me të ka punuar shumë Muldeli Bayraktari dhe Kadri Bayraktari, këtë jam i sigurt. Nuk mund të them se a ka apo nuk ka punuar atë gjeshpishtën me të, sepse nuk kam ndonjë provë shkrimore me të, por Muli shumë dokumenta janë shtypur pikërisht me këtë makinë që është ruajtur dhe riparuar tani me shumë fanatizëm. Zoti Arjan, ndërkohë që lëvizim për gjatë kullës dhe shohim figura të shquara të Malësisë së Madhe e jo vetëm, ndërkohë këtu prapa teje gjenden disa bashkoas. Mund të flasësh pak për ta? Po, në fakt krahas figura historike kemi shpirtin fisnik të Malësorit, i cili do të ndajmë nga gjithëshmëria e Malësisë. Këtu kemi disa figura kryesore, njëri është Nikol Prek Lulej, ose Nikol Preka i mirënjohur këtu, i cili vjen pas vitit 90, në një kohë kur varfëria dhe skamëria ishte jashtëzakonshme dhe njerëzit ishin në kufit e mjetesës të gjithë. Është i pari që investovi në hot, duke bërë shpimet e ujit një plag që as shteti shqiptar sa kohë nuk mujti me realizuar ndonjëherë. I krijoi shpimin e ujit në hot, në Rapsh, ndërtovi me gjitha kishën e parë post-komuniste në gjithë Shqipërinë, që ndërtu këtu në kushën në hot. Ma i mend, isha e çuneria djaleria atëherë, kur erdhi te babim, edhe i thotë, Skënder, kemi nevojë me ba kishën, dhe nuk do bëjmë me mbrigje sepse popullata ka lëviz poshtë, do ta bëjmë kushe, por ju lutem, di që është toka juaj, ju lutem na shtisni disa tokë, ba kishën. Edhe kërkoj ndjenjen time 2 dylym ose 2,5 diçka. Plaku im, masi konsultohet Skënderi me gjithë djemtarës dhe vëllezërit e vet, vendose e thot Nikol, toka sa është për kish, do të japim dhurat, por ty nuk të bën punë 2 dylym e gjysmë, sepse do të kisha, do të parkingu, do të gjitha tjerat. Dhe në krijoj një shtrirje edhe ndjenjen time janë gati 12 dylym, do han gati 1 hektare me tepër tokë që janë fal kishës për të realizuar ky objekt. Du të them sepse të gjithë komponentët bashkohen. Nikola vjen nga Amerika me fondet e shtëpisëve, me fondet e mbledhura atje për të bërë këtë vepër madhore për hotjanët. Edhe këtu gjetim shtetin e jashtëzakonshëm nga vetë hotjanët, të cilët kanë punuar në mënyrë vullnetare shumica më madhe, por edhe prindërit e mi që jam shumë krenar kontribuan në ngritjen e këtij institucioni të kultit në hot. Në planin e dytë kemi Domardenarën. Du të them që hoti ka pas fat gjithmonë me meshtarët e vet, i ka të gjithë të mirë, por ndoshta Domardenara ngriti pak në një pedestal më të lartë, sepse krahas funksionalitetit të tij si frat, si udhëheqës shpirtëror i hotit, krijoi raporte të mrekullueshme edhe me njerëzit. Por krahas saj është një punëtor i jashtëzakonshëm që ka ngritur, ka bërë shumë vepra, ka investuar vërtet në mënyrë strategjike gjithandaj në hot. Sot kush do në hot të flet me shumë respekt për të, por kudo që ecën nëpër hot deri në Rafshë, kudo ti shef dorën e tij.
Në ka punuar si një administrator i hotit. Dhe për këtë është i vetmi në masë që është i gjallë në gjithë të tjerë, prandaj si kemi vendosur as vit lindje, sepse e kemi mes nesh por e ka merituar besoj të ketë një stend mes herojve të tjerë të humanizmit, do të flas jo të historisë këtu, të humanizmit të shpirtit malësor. Edhe pse do marrëdhënie se kemi malësor do ta bëjmë. Po flas pak për Kastriot Mul Bajraktarin, në fakt kur flas për të gjithë edhe për prindërit e mi, axhallarët të gjithë, sepse të gjithë kanë hekur kalvarin e diktaturës komuniste, kanë qenë njerëz që kanë qenë të arsimuar, jo pak, dhe u internuan, u burgosën padrejtisht për 45 vjet nga sistemi komunist. Pra, Kastrioti ka qenë ndër iniciatorët e parë edhe për këtë kull, ndër idetë e parë ka qenë edhe tia që a kemi mundësi ta kthejmë në muze, jo të marrën këtë formë që është tani, por ka qenë një propozim i tij. Dhe mendoj që për shumë vite post-komuniste, edhe pse në moshë jo të ri, ka qenë kryetar i misionit pajtimit të mbarkombëtar të gjaqeve, kryetar i shoqatës ish shpërndjegë politik të Shkodrës, ka disa nderime të dhëna në favor tij, mendoj që edhe ky do hynte te ato krejt humanista që ka pas Malësia e Madhe për kontributet e tija që ka dhënë. Zoti Arjan, të gjindon në këtë kant të kullës ku në pah janë shumë figura të shquara të historisë dhe momente historike shumë të rëndësishme. Ç'mund të na thoni për këto? Po, si ishin pas mehet është delegacioni i lidhjes shqiptare, do të thonë gjithë delegat e lidhjes shqiptare të Prezenit nga Bileti i Shkodrës, që është përbën qyteti, Malësia deri në Podgoricë. Është delegacioni zyrtar që kanë marrë pjesë, për mua lidhja shqiptare e Prezenit është ndoshta ngjarje më e madhe historike në Shqipërinë moderne, në kombin modern, në historinë moderne të kohës, dhe siç e keni parë në katën e parë i kushtohen një pjesë jo e vogël, mjaft e madhe muzeut të gjithë figurave të lidhjes shqiptare të Prezenit, dhe këtu është menduar që të vendoset të gjithë delegatët bashkë me krerët e Malësisë, që është në anën tjetër, është një foto e 1908-s, mos gaboj, po 1908 është ajo. Ndërsa foto e Masmet është në 1878. Pra, besoj që janë foto të gjetura, sepse i përkojnë flasin shumë historikisht, së shpejti do jenë të gjithë të identifikuar me emra mbi emra, ne i kemi, por për efekt kohë nuk janë vendosur akoma, dhe do të bëhet edhe përshkrimet e sakta të historisë së kohës. Pasmeri, siç e shihni, janë krerët e Hotit dhe të Malësisë, është një foto e realizuar në 1908, dhe të gjithë to besoj bashkë me ato të lidhjes shqiptare të Prezenit dhe gjithë të tjerët e meritojnë të jenë në muzeun më të ri, muzeun Malësia, që është ngritur këtu në Hot. Siç e shihni, këtu jemi te dhoma ose Oda e Bajraktarit. Pas me këtu është një foto 1920-s, foto e familjes. Të gjithë të identifikuar, siç e shihni janë tipik me veshjet e tradisë, veshjet e malësorit. Për ashtu ka delin që është në veshjen e ushtarakut, shikoni modelia është veshjet po të malësorit. Dhe anë kjo tregon edhe atë kulturën që ka manifestuar kjo shtëpi, kjo kull ndër shekuj me veshje tipike të malësorit. Siç e shihni këtu kena një relike jo të vogël të familjes, është dhoma dhe byroja mund ta quaj kështu e Muldelis, Delimec e Muldelis, të dy Bajraktar kanë punuar së shumti këtu, sidomos Muli që ka pasur një histori të jashtëzakonshme të dokumentimit të materialeve. Mundësive mes tjerave edhe dekorata të ndryshme që janë dhënë në kohë të ndryshme familjes, që nga koha e Zogut 2000 e para, tani në periudhën postkomuniste nga presidenca e Republikës së Shqipërisë. Këtu është një dhomë që është kushtruar historisë së familjes, vetëm këtu mund gjeni diçka mbi familjen në dhas një dhomë tjetër, sepse tjetra i kushtohet Malësisë, dhe jep edhe një farë mënyrë edhe modin e jetës të qytetarisë që ka pas familja malësore në atë kohë, pra me një komoditet mund ta quajë ndoshta jo shumë modest, por që tregon një farë mënyrë edhe qytetarinë e fisnikërinë që ka pasur Malësia, në jashtë asaj traditës që jemi mësuar të shohim vetëm për mistola ose për mi edhe qoftë dhe gur. Kjo do të them që Malësia gjithmonë ka pasur edhe një zhvillim tjetër më të lartë në stadin e komoditetit bashkë si është në Shkodra ose Podgorica në anën tjetër.
Duke qenë se jemi në odën e bajraktarëve, në fotot e vjetra shoh se dominon xhubleta. Të lutem një shpjegim. Ka qenë veshja tradicionale çdo malsorit në atë kohë, do të thonë edhe familja jo nuk bante përjashtim. Absolutisht jo. Do të gjithë janë të veshur në çakçirën Xhamadan ose në xhublet. Kjo ka qenë veshja malsorit në shekuj dhe kjo familje ka trashëguar dhe ka ruajtur në fanatizëm si gjithë të tjerët. Zoti Arjan, me që jemi këtu te këndi i memorialeve, i dekoratave, vlerësimeve, për hir të teleshikuesve dhe kuriozitetit të teleshikuesve, a mund të shohim ose mund të lexojmë disa nga motivacionet që janë dhënë këto vlerësime? Po, duhet të theksoj se të gjitha ndërimet që janë bërë, fillojnë datojnë nga koha e mbretërit Zog, edhe deri në ditën e sotme, janë dhënë nga shumica nga Komendi Popullor, nga Parlamenti i Shqipërisë, edhe nga presidentat shqiptare. Duhet të them që ne akoma si kemi lodhur të gjitha, ka akoma 2 tjera që duhet të vinë, por siç e shihni është një kënd që tregon pak të ndërimin që ka pas shteti shqiptar vëmendje ndaj herojve, ndaj personaliteteve në Malsinë e Madhe, përfshirë edhe familjen time. Në këtë kontekst, për gjitha të eksperiencat që kanë kaluar familja juaj gjatë periudhës së komunizmit, a ka patur një falje, një ndjesë nga pushteti apo të deleguar të pushtetit të asaj kohe? Fatkeqësisht deri sot jo. Po nuk kemi të vetmit, unë mendoj që është kryer një tranzicion dhe akoma nuk kemi një falje publike për të gjitha viktimat që kanë qenë të periudhës së komunizmit. Do të ndodhin etapat nga e para tek e fundit. Ne jemi, besoj, e dyta ose e treta në radhë, por më e rëndësishme është kërkimi ndjesë për atë përsekutim shnjërzor që është bërë familjeve shqiptare dhe shqiptarën vetë. Pastaj do vinë jona. Deri më sot, kjo kull është shfryzuar 45 vjet nga sistemi komunist, është degraduar komplet dhe asnjëherë nuk kanë kujdesur që të japin diçka për të rinovuar ose për të mirëmbajtur të kull. Këtu në ambientet e kullës të muzeut, pam shumë piktura të realizuara mjeshtërisht bukur. Mund të na thuash diçka për to? Po kjo është një vepër arti e të ndjerit Gjilosh Gjokaj, që e ka bërë para disa vitesh dhe ja ka dhënë zotit Basel Ulaj, i cili e ka kryer si dhuratë për muzeun tonë. Është një vepër arti në stilin e vetëvetmja, janë krerët e Malsisë, Nikol Ivanaj, Tring Smalja, Petar Zeka, Dëgjën Luli, Baca Kurti dhe Çun Mula. Besoj është një histori e tërë në fakt, një histori e tërë e mbyllur në një tablo. Përmosh një dhuratë shumë e shmuar dhe prandaj kemi dhënë edhe një nga ndër vendet më kryesore në Kull. Hap pas hapi erdhëm në këndin më të rëndësishëm të Kullës, në Odën e Kuvendit. Në fakt, kjo simbolizon parlamentarizmin e kohës të maleve, sepse kjo është dhoma e Kuvendit, të cilën ne kemi kthyer në pothuajse në origjinën e vet, si më përpara. Do të dini që fuqia e kësaj kulle, fuqia e Malsisë ka qenë dialogu. Pra, asnjëherë nuk kanë marrë format larg asaj që njerëzit mund të mendojnë nga emri, kur nuk kanë marrë vendimet në formë bajraktareske nga një person, por kanë qenë rrjedhoj e një dialogu, e një bashkëbisedimi dhe një vendimit unanim të gjithë malsorëve. Do të thonë këtu, siç e shihni, kanë ardhur të gjithë krejtë malsive, të gjithë drejtuesit ushtarak, drejtuesit luftëtarak, jo vetëm këto, por nga gjithë Shqipëria. Kam dokumenta, dhe kemi disponojmë dokumenta që kemi që nga jugu deri në veri, që kanë qenë të Kull, janë marrë vendimin të Kull dhe vendimin kanë dalë të gjithë së bashku nga kjo. Prandaj kemi quajtur edhe Oda e Kuvendit. Siç e shihni, këtu është kushtuar një vëmendje veçantë edhe kryenitës së Malsisë, në Odën e Kuvendit. Mendoj që e ka vendin këtu dhe duhet të manifestohet për të gjithë ato që vinë dhe e vizitojnë këtë muze. Siç e shihni, këtu kemi disa armë që pjesa më e madhe janë të familjes, që janë përdorur në kohë nga malsorët, nga luftëtarët malsorë në ato kohët. Kemi disa shpata që datojnë përmi 3 shekuj, gati. 2 të tjerat janë të 1880-s dhe pushtë të vjetra. Ajo është një dhuratë nga miqtant, familjes. Pra në një farë mënyrë tregon mënyrën e luftimit dhe armët në dispozicion të malsorëve ndërkohë. Arjan Bajraktari, mes Belgjikës dhe Malsisë.
Sa e vështirë ka qenë të realizosh këtë projekt? Ky projekt për mua ka qenë më i kollajti ndonjëherë sepse kam gjetur mbështetjen e jashtëzakonshme të gjithë malësorëve, të gjithë malësisë. Kanë qenë një burim frymëzimi, edhe në momentet që kisha ndonjë farë lodhje, kanë qenë ato burime frymëzimit tim. Unë besoj sinqerisht e ora hotit që është çut. Edhe këtë besoj sinqerisht sepse që nga momenti i parë që ka filluar fushata, ka filluar mbledhja e fondeve, zgjedhja e firmës, punimet një kohë rekord, ngritja e muzeut gjithashtu një kohë rekord, me gjithë mangësitë e veta që ka, unë e pranoj, të gjitha ato ka qenë një fuqi shtyse pas me dhe gjithë organizatorët e tjerë, sepse nuk janë vetëm, ka qenë një fuqi shtyse dhe gjërat kanë ecur jashtëzakonisht shumë mirë. Ka pas lodhje fizike, ka pas lodhje intelektuale sigurisht, por jam shumë i kënaqur sot që arrita që të vlerësoj dhe të justifikoj të gjithat besim të madh që më kanë dhënë para 2 vjeç e gjys edhe 2 vjeç të gjithë investitorët në të edhe gjithë kjo punë kolosale arritet të finalizohej me një mbrëmje po aq të bukur sepse ky vend, kjo malësi kishe nosha shekuj pa e para të manifestim kulturor dhe aq njerëz të mbledhur në një natë. Shikues të nderuar, siç e ndoqët, kjo ishte intervista me Arjan Bajraktarin, pinjollin e familjes së Bajraktarëve të Hotit, i cili ka dhënë kontributin më të madh për rrjedhimin e kësaj kulle të lashtë me histori e kulturë të jashtëzakonshme për malësinë e madhe.